Kam kënaqësi të lidhem në këtë moment me zotin Lutfi Haziri, deputet i LDK-s, një nga figurat kryesore politike të kësaj partie. Lidhem me të. Zoti Haziri, ju përshëndes, faleminderit për kohën, mirë se erdhët në Ballkan Update. Faleminderit, mirë se ju gjej atje. Faleminderit shumë. Doja në fakt që ta nisnim me një koment mbi ndarjen nga jetat ish kryeministrit Bujar Bukoshi, meqense ka qenë një nga figurat kryesore dhe themeluese të lidhjes demokratike të Kosovës, edhe në formë për kujtimi dhe respekti për kontributin e tij. Po, faleminderit për Kosovën dhe për shqiptarët, do të thoja, është një komt i zi, një ditë e dhimbjes. Ne sot humbëm kryeministrin e parë të Republikës Kosovës, njohur si qeveri në egzil. Në fakt, në vitet më të vështira të okupimit të Kosovës, ai ka bartë proceset institucionale dhe të ndërtimit një republike dhe jetës paralele në Kosovë, po edhe të punës madhe që ka bën diplomaci në organizimin e mbrojtjes të Kosovës, në organizimin e financimit për Kosovë. Dhe kryeministri Bukoshi vërtet ka lënë gjurmë në historinë e Kosovës dhe do të mbahet me anë si kryeministri i parë i Republikës Kosovës, i cili me përkushtim dhe me angazhim të pakurrësuar ka dhënë kontributin për liri të Kosovës, por ka pas një impakt jashtëzakonisht të madh edhe në të drejtat e shqiptarëve në rajonin tonë, pa dallim. Duke qenë i angazhuar si profesor universitar dhe njëri prej urologëve më të njohur shqiptar të kohës së tij, ai ka filluar të reziston në fund vitet 90, në fakt, dhe ka qenë njëri prej sekretarëve të parë përgjithshëm të LDK-s në themelimin e saj. Po, në fakt, me çfarë lexova, ju ma konfirmoni, pritet që nesër të ketë një organizim në nder të tij nga Lidhja Demokratike e Kosovës, apo jo? Po, natyrisht, do të jetë një mbledhje komemorative, përkundër ceremonive tjera që po organizohen në Republikën e Kosovës për t'i dhënë lamturinën e fundit, ditën e ejte, kur do të bëhet edhe ceremonia varrimit të ish kryeministrit Bukoshi, tashmë i ndjen, dhe natyrisht Kosova ja ka për borxh një kujdes të veçantë dhe në veçanti të jetë afër zonjës tij dhe 3 vajzave që janë pjesë e familjes dhe trashëgimisë më të madhe që Bujar Bukoshi i lek Kosovës përveç që kontributit dhe emrit të tij të vlerësuar. Tani, zoti Haziri, do doja që të flisnim për zhvillimet aktuale politike. Më vjen keq ta them, ndoshta edhe ju jeni në të njëjtën keqardhje emocionale për ngërçin politik në Kosovë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Nuk pritej në fakt që, po ndoshta edhe pritej për ata që njohin mirë politikën Kosovë, që situata të shkonte kështu, kanë dështuar 29 seanca dhe nuk duket se ka dritë në fund të tunelit për zgjidhjen e këtij ngërçi. Megjithatë, ka qenë LDK-ja e vetmja parti në Kosovë që ka bërë një propozim konkret me 15 pika. Çfarë përmbajnë ato pika dhe a prisni ju që të ketë bashkëpunim në këtë drejtim, apo po bëni detyrën tuaj si forcë politike për dhënë një propozim që do ta nxirrte vendin nga kjo situatë? Faleminderit shumë, unë pajtohem plotësisht me ju, është bërë irituese, për mos më thonë pak e neveritshme dhe për ne deputetët kjo situatë e një krize që në Kosovë po zgjerohet dhe nuk po shihet fundi, fatkeqësisht, sepse për 2 muaj ditë, për 60 ditë, një ditë po dhe një ditë jo, të grumbullohen në seancë sipas rregullore, sipas procedurës, deputetët e kuvendit pa një marrëveshje politike është e pa tolerueshme, do të thoja në radhë parë, por edhe pak e besueshme që partia e parë nuk po arrin me ndërtu një marrëveshje politike. Sepse që nga 9 shkurti askush nuk është ka pengon partinë e parë e cila ka dalë me rezultat më të mirë që ta ndërton qeverinë, por ajo ka lënë përmes kuvendit, me thënë drejtën, dhe konstituimi i legjislaturës 9 kuvendit Republikës, zgjedhja e kryetarit, këtë rast e kryetarës së propozuar dhe nën kryetarëve të saj, nuk mund të trajtohet procedurale, sepse nuk është procedurale, do të kurti po trajton procedurale në kuadër të angazhimeve përdesa ka takime me disa deputet dhe me disa parti më të vogla në Kuvend Republikës, me cilat nuk po arrin marrëveshje për një qeverisje në këtë mandat.
por është e dhimbshme që s'pa merr mundin që vërtet mos me ndonë nga ajo ndërtesë përderisa nuk arrit një marrëveshje. Tani, LDK ka marrë një pozicion politik, tash e disa kohë ne kemi propozuar një qeveri kalimtare, një qeveri e unitetit, e cila do t'i afronte gjitha partitë politike parlamentare, në një agjendë të dakorduar, në një format qeverisës të përkohshëm, me një agjendë të besueshme për të arritur objektivat dhe për të programuar tjetën kohë zgjedhjet në marsin e vitit tashëm, ku do t'jetë pa evitueshme pritet në Kosovë, t'jetë pa evitueshme në kohën kur presidentja e Republikës do duhet konfirmojë ose duhet gjetë një president i ri. Kjo legislatur është pak e besueshme që mund ta gjejnë zgjidhjen për president, sepse nuk po mund me arrit zgjidhje për kryetar të kuvendit, që është me 61 vot nga 120 deputet, që është votimi i thjeshtë. Po. Ndërsa për president duhet kvorum domosdoshëm mandatar me qenë 2/3, që i bie 80 deputet duhet morin pjesë në votim domosdoshmërisht në të gjitha rundat që votohet presidenti. Atëherë ne si propozim është i mesëm, nuk ka nën as ka partia parë, as ka partia dytë, as nuk është në favor të LDK si sponzore e këtij opcioni, por i afron gjitha palët dhe zotë në çdo situata të tilla, kur Kosova ka kalu në për një agjendë të rëndë politike, LDK-ja ka qenë parti kryesore, forca kryesore, ne kemi afru të tjerët. Ne kemi afru gjitha partitë politike, kemi ndërtu mekanizma politik, kemi implementu zgjedhjet, kemi nda pushtet me të gjithë dhe kemi bot vlefshëm pjesëmarrjen e partive politike. Por zoti Kurti po vazhdon në parime tjera me ofru opcione që nuk po i kalon në kuvend dhe këtu është ngërshim më i madh. Po par nga jashtë për te interesave personal politike apo kalkulimeve në këtë rast zotit Kurti se topi është në fushën e tij edhe për shkak të rezultatit, edhe pse me gati 10% më pak se sa në zgjedhjet e kaluara, ka probleme cilat janë thelbësore për përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ndaj nuk kuptoj se pse zoti Kurti nuk i afrohet një propozimi të tillë. Sipas jush, apo përpiqet ai të sigurisht të marri kohë, po. Cili është skenari që ne nuk e dim si publik, se nuk po kuptohet çfarë po i bën kjo parti shtetit Kosovës? Zoti Kurti si profil politik ka qëllime politike dhe për qëllimet e tija politike nuk bën kompromise, por ndron modalitete. Dhe në këtë fazë që po kalon Kosova, ai qëllimin e tij nuk po ndron, por po mundohet të ndron në modalitete duke provu që të merë deputet nga partit tjera politike. Më shumë se sa të ndërton një marrëveshje politike. Në këtë rast, mund t'ju konfirmoj edhe njerë, zoti Kurti ka bot 2 oferta me letër, komunikim, me vetë faktin që ne kemi një komunikim përmes letrash në politikë, që janë zyrtare, krejt shumë zyrtare, që jo normale me ndodhë, por nuk ka komunikim tjetër në Kosovë. Këtu është problemi, nuk ka dialog politik, nuk ka komunikim politik dhe ky mos komunikim ka arsi pasojë zotit Kurti, që ka qenë përjashtues. Ai ka mbyt edhe zonën e sindikatave në Kosovë, ai ka ngulfuar edhe zonën e shoqërisë civile në Kosovë dhe nuk ka pranuar të jetë pjesë e mekanizmit të dialogut politik në Kosovë, për asnjë çështje. Provon me ushtru detyrën sipas kushtetutës, por kushtetuta e Kosovës për dallim për kushtetutave në vende tjera, të përfshi edhe Republikën e Shqipërisë, ne kemi ndërtu sistem zgjedhor dhe frymë kushtetuese detyrimisht partitë politike duhet të bashkëpunojnë për ndërtimin e jetës politike. Sepse në Kosovë nuk ka fitues, sikur që ndodh me zgjedhjen në Shqipëri. Dihet kush është fituesi dhe dihet kush është opozita. Kosovë ka partit parë, partit dytë dhe partit e tretë. Dhe domosdoshmërisht partia e parë duhet të hyjë në negociata për ndërtu qeverisje. Tani, nëse e morim parasysh edhe një agjendë që Kosova ka mbet mbrapa, këto 2 vitet e fundit, ne jemi mbet në vend numrim politik. Kemi raportet të kushtëzuara me BE-n, kemi sanksione financiare dhe politike, kemi raportet të kushtëzuara fatkeqësisht me NATO-n dhe me SBA-n, për shkak të
të sjelljes së kësaj qeveri dhe zotit Kurti, dhe kemi raportin brenda shqiptarët të çoru dituna fatkeqësisht. Nuk po flas me raportet me popull slav, sepse që duke zoti Kurti ka gjetë një gjuhë përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë Veriut, i cili është i qendrës së djathtë dhe ka pozicion begi nacionalist karshi shqiptarëve atje, por shqiptarët në pjesë e qeverisë, është drejt e tyre se si e bashkëpunojnë këtë rafsh. Po raportet mbrana shqiptare po ashtu nuk janë në ditët e tyre më të mira. Zoti Kurti po favorizon protagonizëm, kokëforci dhe mendësia ati politike për një qëllim politik në cilën vërtet ne kemi fillu me ecna për terr politik. Kosova është në terr politik. Dhe ky terr politik i cili nuk ka dritë në fund tunelit, as shpresë që mund të përballohet fatkeqësisht as me zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse e drejta fitume nuk kupton që deputeti ka marrë mandat 4 vjet dhe ai nuk e shpërbën vetveten, nuk e merr vetvetes mandatit për shku në zgjedhje për shkak të egove politike, le të themi, përkundër që subjektet politike mund të dakordojnë në një raport të ri politik, po do të jetë e vështirë me besu që një opcion i zgjedhjeve do ta nxjerrte Kosovën në ditë më të mira të saj, eventualisht. Lajmi keq për situatën politike, po. Definitiv shumë besoj që opcioni i LDK-s është opcioni i cili parafron qëtë, dakordon një agjendë, ne kemi propozuar 15 çështje që janë kapitale në Kosovë dhe që kryesisht janë problemet brendshme në Kosovë. Për shembull, energjia, liberalizimi i tregut në Kosovë, jemi vendi i fundit që po hyjmë në tregun e liberalizuar energjetik, po përcillet me tension edhe me debat të ashpër në Kosovë, sepse sektori privat në Kosovë është ataku seriozisht nga politika diskriminuese të qeverisë dhe zotit Kurti. Pa diskutim, kur qendrori nuk është në tërsinë e zbatimit të rregullave që në thelb të tij do të shfaqen probleme në të gjithë sektorët. Zoti Azeri, ju falenderoj shumë për kohën, kam pak minuta në dispozicion për të dhënë materialet e tjera, prandaj ndërhyj në këtë formë. Ju përshëndes, jeni i mirëseardhur në Ballkan Update. Faleminderit edhe ju.